Pse është kul huwallahu ahad një jetë e Kuranit? Nëse e shohim kul huwallahu ahad, thash ajo ka 4 ajete veç. Nuk është më e madhe, asë një paqe nuk e ka të Kuranit. Djetarë kërë kanë komentuar këtë hadith kanë thënë se Kurani nëse e shikon, nëse e studion, nëse e merr para veti, do ta shohësh se është i ndarë në 3 pjesë. Pjesa e parë flet për rregulla, për dispozitat, për halalin, për haramin, për obligimet, çka duhet me bëj, çka nuk duhet me bëj. Apo, kjo është një pjesë. Një pjesë flet për kërcënimin e përpenzimit. Do thotë, një pjesë është për urna, për ndalesa, për rregulla, për dispozita, një pjesë është për kërcënimin dhe atyre që nuk i respektojnë këto urna, këto rregulla, apo ka xhenem, ka kërcënim me xhenem, me zjarr, në Kur'an, edhe ka premtim me xhenem. Kjo është pjesa e dytë. Pjesa e tretë, që në sens është e para me gjitha, është ajo pjesa që flet për Allahun subhanahu wa taala. Apo, një pjesë e Kur'anit a flet për Zotin, kush është Zoti xhela xhelaluhu? Andaj pas që kjo sure ka përmbledh të folur për Allahun xhela wa ala, e ka marrë të drejtën që quhet 1/3 e Kur'anit. Do të pothuajse krejt farzët edhe haramet që i lexon në Kur'an, edhe krejt velet edhe ajetet në Kur'an që i lexon, ku ka të përmendur xheneti edhe xhenemi, gjitha këto sa ka shumë këto ajete, përballë tyre është sura Al-Ikhlas. Këtë vlerë ka sura Al-Ikhlas. Prandaj hadithin që transmeton në Sahih në sunenin e tij, e që Sheikh Albani thotë hadithi është sahih. Thotë hadithi është sahih, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon surën Al-Ikhlas 10 herë deri në fund pa ndërtrer, janë ndërton Allahu një pallat në xhenet. Shiko surën Al-Ikhlas çfarë vlerë ka. Një jetë e Kuranit, edhe kush e lexon 10 herë, Allahu janë ndërton një pallat në xhenet. Gjithashtu transmeton Aisha radiallahu anha, në hadithin që e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, se një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dërguar disa njerëz në ekspeditë. Edhe në krye të asaj ekspedite ka vendosur një udhëhec. Edhe ai udhëhec normal, ai është i mirë. Edhe i mirë i takon me dhënë imam, ose ai me caktu kush me dhënë imam. Edhe i ka dhënë imam njerëz vazhdimisht gjatë rrugës. Kur janë kthyer, kanë shku një grup e asaj ekspedite me njerëz tek pejgamberi për me tregu për një gjë çuditshme që ju kanë ndodhur me këshmiri gjatë rrugës. Edhe i ka thonë ja Rasulullah, ky njeri na fal të namazin, edhe sa përfundon të surën, pas në mëron ruku, e këndon të surën e Ikhlas. Gjithë. Atër ka thonë pejgamberi, shkani edhe veteni pyeteni, pse ka këndu këtë surë vazhdimisht? Çka është shkaku? Atër ky njeri kur kanë pyet shokët e tij, po të pyeti dërguari sallallahu alaihi wasallam, pse ke këndu këtë surë vazhdimisht? Ka thonë ky njeri, nga se ajo e cilëson Ar-Rahman, ajo e cilëson të mëshirshmin, gjithë mëshirshmin, Allahu subhanahu wa taala. Në të e në cilin e ti, andaj unë e du këtë sure edhe e du që ta këndoj. Kër e ka lemru pejgamberi për sekretin e leximit e ti të këtë sure vazhdimisht, atër ka thonë pejgamberi sallallahu lajmërone edhe përgëzone këtë njeri se edhe Allahu këtë njeri ata. E ka fitu dashurinë e Allahu xhalla wa ala, qëllimin final të një besimtari. Asionon musliman diçka në këtë dynja, ma tepër, se sa me fitu dashurinë e Allahut azza wa jall. A ka mundësi njëri me hinë xhennet e mos me dashët Allahu xhalla wa ala? A ka mundësi me njëri në xhennet e me dashët Allahu atë njëri? Nuk ka mundësi. Gjitha këto ja ka afru këti njëtë kush? Surja Al-Ikhlas. Kjo surja se ne ka thonë këtë njëri, mirë po, e vërtet këtë hadith. Ky njeri ka thonë pse, kur e ka pyet pse ke këtu kusur, ka thonë nga zëntejën cilësitë e Allahut, do thotë ky njeri, sa e ka lexuar këtë sure, e ka lexuar me meditim, duke njohur kuptimin e saj, duke di çka po thot, duke u përkushtuar ndaj asaj që do të qeni i përulur ndaj asaj që ka lexuar, duke u mishluar me kuptimin e saj. Andaj për këtë mishlim, për këtë përkushtim ndaj leximit të kësaj sure, Allahu xhallahu ala ka dashur këtë njeri. Në njërin ditë, ka qenë pejgamberi ka një xhami, edhe
e ka parë një duke u falë. Ky njeri ka qenë në tashahhud, do të thonë para selamit, duke nënkluar që vend tek tahiyat. Edhe në fund të namazit e ka kënu një dua. Ka thonë, Allahumma inni as'aluka ya Allah. O Zot jam, unë të lutem ty, o Allah. بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أكالوت الله جل وعلا فمثل سورة كنا قد نقول سورة كمان أن تغفر لي ذنوبي. شتني فارش مو مقاطة أمية. فنكالوت الله جل وعلا duke ndërmesu të Zotë Gjelle Gjelalu me surën e Ikhlas. Para se me kërku, para se me përmend kërkimin që ka, para se me thotë se o Zotë falë me gjënat, e ka lavdru Allahun dhe e ka madhnu atë me këtë surë. Pas që e ka lavdru Allahun Gjelle Gjelalu, dhe pas që e ka madhnu atë me këtë surë, e ka përmend kërkimin që ka, që ka thonë, i falë me katët mu, atër e pejgamberës më ka thonë, gufira lehu, i është falati, i është falati, i është falati. 3 herë e ka përvecu, e ka siguru, e ka pësërit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këtij njeri ju përgjigj duaja në moment. Edhe Allahu ja fali mëkatet. Po çfarë arsye? Për shkak se e ka përdorur këtë sure në vendin ku duhet, në mënyrën që duhet, andaj është bërë Allahu xhallahu ala ashtu sikur se duhet. A kuptuat? Kjo sure është madhështore, është sure e madhe. Për këtë arsye dhe pejgamberi të keqja përcjellën në hadithe që thonë për vlerën e sure. Hadithi i Aishës radhiyallahu anha, që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo nat i ka fryrë vetes së tij, ka vurrukje vetes së tij me këtë sure. Çish ka këndu? I ka bashku durët, ka pështy 3 herë në durët e tij, pastaj ka këndu surën Al-Ikhlas fillimisht, pastaj surën Falaq, pastaj surën Nas, e pastaj ka filluar prej kokës, e nga fytyra, e përpara trupit e ka përku trupit i komplet me bereqetin e kësaj sure që ka qenë në durët e tij. Sa që thënë Aisha në hadithin tjetër të Buhariut, ka ndodhur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të smuret deri në shkallë sa që mos ketë mundësi të lëviz durët e tij. Ka shumë smut ka qenë. Edhe në këtë rast ka qenë kështu smut, nuk e kalon këndimin e kësaj sure. Sa që thënë Aisha radhiyallahu anha, thot ka kërku nga unë, që unë t'ja këndaj, se s'ka mujt. E pastaj thot ja marsha dorën e një të bekuar, e ja fërkojsha trupin e ti me dorën e ti, sallallahu alaihi wasallam. Në problemin që i ka kësure, është e shkurt, një për kuptimin e saj është e madhe, është përbajtësore, nga se tash në të janë cilësit Allahu xhallahu ala, edhe kjo është një e tretë e Kur'anit. Allahu xhallahu ala këtë sure ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si përgjigje që e kanë kërku Kurejsh nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një pyetje. Çka kanë kërku ata? Kanë kërku që t'ja u tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam trijarën e Zotit të tij. Do të thonë, ata kanë menduar, ata kanë menduar, do thotë se sikur të thash në fillim. Çdo kush e ka një koncept saktum, një kuptim saktum për Zotin e vet. Edhe e Zotit ty në ka friardhje, edhe han, edhe pin, edhe des, edhe në fund jetë zot. Kanë menduar se të muslimanët është ashtu njëjtë. Ata e kanë ditë saktësisht, çdo idhull të tyre, kush e ka marru, pe ka ardhur materiali, apo që sa kush në këtë kanë ditë ata. Andaj kanë dashur disa informata të tilla, të njëjta me ditë për Zotin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A i ka thonë, o Muhammed, na e trega friardhjen e Zotit, pe ka Zotit. Ka thënë Allahu kul huwa Allahu ahad. Thuaj, Allahu është një. Sa është i Zotit e juaj? Kul huwa Allah, thuaj, ai është Allahu që është një ahad. Sa është i Zotit e juaj? Ai s'ka friardhje. Ai s'ka fillim. As nuk ka mbarim. Ahad, i vetmi, një. Nuk është sikur i Zotit e ju. Dhe Allah për tjera. Nuk është Zoti jona ai që lodhët. Sikur se Zoti i Jahudive. Zoti që i bëhet atë që lodhët, Zoti ty në lodhët. Pse? Nga se në Teuratin e ty në ata e kanë shtramu, edhe kanë përmen, kur e kanë arsyetuar se për çfarë arsye Jahudit përshkruajnë shtunën. Ata kanë shtunën ditë që s'punojnë. Thonë se Zoti e ka kriju këtë botë për 6 ditë, e është ullë në pushu ditën e 7 të shtunës. Pushuaj me dhëna. Audhu billah. Zoti ty në lodhët.